Mëngjesin. Përveç se nuk e dore do këtë të nxehtin, ky afshi mund të them që është i barabartë si në Dubai. Do të thënë ka një nxehtësi të paparë që të përfshin komplet dhe nuk di më se nga ç'kosh dhe çfarë të bësh. Urojmë që sot marrim makinë, se nuk e di, unë veç do stresohem pastaj. Nuk duhet të stresohem, thjesht kaq se dal nga binarët. Dhe përveç faktit që nuk janë shumë mikpritës, ti bëjnë gjërat akoma më të vështira. Do të thënë, nëse ti do të blesh diçka, të thotë prit një sekond shitsi, kuptohet, se po flas në telefon, do të thënë. Se tjetri tha, merre çfarë kërkon, ndërkohë që duhet ndihmonte. Sinqerisht duhet ndihmonte. Se nuk po i gjeja, jo për gjë. Aty që kërkoja nuk po i gjeja. Se nuk e kam për tendencë që ti kërkoj diçka dikujt kur mund ta bëj vetë. Edhe jo tha, merri, tha si dhe tha se ne kemi punë, tha jemi të lojë. Ti e thash në këtë orar, 8:30 mëngjesit nuk e punë. Je vetëm këtu, në dyqan. Wow, e tmerrshme. Përveç kësaj, hoteli nuk e shërben mëngjesin herët, por në orën 9. Kafen ta shërben në orën 9, pse? Sepse hapet çdo gjë në orën 9. Nuk di. Kjo njërë është minus. Mos hajdeni në Spanjë. Nëse ka dhe vëndi se veçanta, s'po pi kafe, nuk është se nuk po pi, po thjesht çuditshëm o vlla, thjesht çuditshëm.